Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi edhe ditën e sotme, sërish në kanalin Monitor TV. Në fakt janë 24 orë që na ndajnë nga spektakli, le të themi më shumë se 24, që na ndajnë nga spektakli më i shumë pritur për ju. Nga Big Brother VIP Albania, këtë rast finalja e madhe. Banorët kanë patur një javë me shumë surpriza, kanë patur një javë me mysafir, me darka, me shëtitje, me makinë e shumë surpriza të tjera të menduara nga vllau i madh për të disponuar dhe për të qenë sa më afër banorëve, por nata e mbrëmshme në shtëpi stolli të gjithë moderatorët të Top Channel. Doja të nis sot komentimin tim po me këtë ngjarje, po me këtë situatë, se si u qasën ato, se çfarë u tha nga ana e tyre dhe në fakt si pritën banorët brenda shtëpisë. Çuditërisht, ato që në fakt u afruan më së shumti me gjestin, më ranë në sy kjo gjëja, ishte Ermira Çavusholli edhe Marin Mema. Dy gazetarë shumë të suksesshëm në televizionin Top Channel. Nata e mbrëmshme nuk e la pa prekur edhe këtë dozën të ashtu quajturës patriotizëm. Laerti gjatë gjithë Big Brotherit, patriotizmin e ka patur dozën e tij më të preferuar. Patriotizmin e ka patur dozën e tij më të këndshme, që ka luftuar me këtë dozën, domethënë gjatë gjithë kohës, ka qenë duke e përdorur këtë pjesën, ndoshta për të dhënë një lloj mesazhi jashtë. Dhe në këtë rast, nata e mbrëmshme në shtëpinë e Big Brotherit pati disa diskutime të kësaj ngjarje, në të cilën Laerti doli krejtësisht nga vetja, edhe pse gjesti ja tha shumë bukur dhe qartë, në momentin kur moderatorët po bënin pyetje drejt banorëve, gjesti ja tha shumë bukur dhe qartë që ti qëllimin e vetëm e ke dhe e ke patur gjithmonë që të përdorësh këtë dozën e patriotizmit. Laert Vasili menjëherë, domethënë duke përdorur tensione, duke u acaruar, duke u mërzitur për faktin që pse duhet mua gjithmonë të ma thoni këtë pjesën e dozës, të përdorjes, të mlefit, të inatit, e tjerë, Laert Vasili doli nga vetja ku Marin Mema në një moment të bisedës, të debatit që po krijoheshte brenda në shtëpi për patriotizëm, për shqiptarizëm, Marin Mema ja bëri shumë bukur Laertit që tha gjesti, domethënë aty dëshironte që të jep një mesazh Laertit. Gjesti tha, është një banor i cili është shqiptar, vjen nga Kosova, dëshironte ta thotë këtë gjën dhe ka shtëpi edhe në Shqipëri edhe në Kosovë. Të paktën kjo ishte nga ana e Marinit, ku la për të kuptuar që mos bëni ndarësi, mos përdorni situata duke bërë ndarësi dhe mos i sillni situatat në ndarësi. Nuk ka ndarësi. Shtëpia e Big Brotherit, Top Channel është një media e cila ka bashkuar shqiptarët dhe kështu do të vazhdoj. Të paktën kjo ishte mesazhi i Marin Memës që dëshironte të jep, sepse edhe natën e mbrëmshme unë e vërejta qartazi që Laerti dëshironte ta nxjerrën gjestin shumë poshtë dhe është krijuar kjo psikologjia te banorët brenda që gjesti nuk di të flet, që gjesti nuk di të komunikon, që gjesti nuk di të komenton, që gjesti nuk di të arsyetoj. Dhe Laerti gjatë gjithë kohës kur banorët apo mysafirët në fakt në këtë rast i drejtoni një pyetje gjestit, Laerti rinte me kokën nga gjesti për ta ofenduar që gjas me ti nuk din edhe të dëgjojmë se çfarë do të thuash. Ishte kjo në fakt reagimi i Laertit në këtë rast. Domethënë duket mlefi edhe urrejtja që Laerti e ka të brendshme me gjestin. Çuditërisht, në qoftë se gjesti do të jetë fitues, si do ta përballoj Laerti këtë gjën, unë jam shumë i bindur që nuk do ta përballoj fare dhe do ta acarohet dhe do del jashtë kontekstit të vet, sepse Laerti ka krijuar një imagjinat që këtë Big Brother do ta fitojë ai sepse është një lektyrë në vete.
por thjesht fakti, do me thënë, ajo që unë pash mbrëm ishte një neglizhencë, le ta quaj, ishte një ignorancë nga ana e disa banorëve kundër drejt gjestit. Dhe për këtë gjë, më pëlqeu shumë qasja që pati Marin Mema, edhe pse Marini është një gazetar që ka një përvojë të gjatë edhe gjithë karrierën e tij gazetareske, Marini ka treguar që nuk i bën gjërat për klikime, nuk e bën gazetarin për famë, por e bën për ndjesinë shpirtërore që Marini ka, sepse me bagazhin e Marinit dhe atë që ka kaluar dhe sakrifikuar, qoftë edhe jetën e tij për të sjellë një të vërtet tek shqiptarët, që ka qenë shumë e rrezikshme. Për të Marini e ka bërë gjithmonë me zemër shumë të madhe dhe këtu mbështetja që mbrëm Marin Mema i ka dhënë gjestit ishte një mbështetje shumë e ndjerë, shumë e vërtet edhe shumë domethënëse për t'u sqaruar edhe atyre brenda që mos i përdorni këto kartat. Jo më kot, Laerti pastaj edhe 5 orë nuk erdhi dot në vete nga fjala që Marin Mema, sepse Marin Mema që në hyrjen e tij dhe që në darkën që ushtrua me banorët dhe vazhdimsinë e darkës, Marini kishte një përballje me Laertin gjatë gjithë kohës dhe kjo për të thënë, ndoshta edhe për t'i dalë në krah gjestit, sepse mënyra se si e pritën dhe mënyra se si e përqafuan Ermira dhe Marini gjestin la për të kuptuar shumë. Ndërsa Ermira mundohej që ta lumturonte, mundohej që ta gëzonte, mundohej që t'i jepte pozitivitet, gjatë gjithë kohës gjesti thonte që unë jam i mërzitur, jam i tensionuar, por do me thënë ishte një situatë që gjesti ndjehej shumë i pavlerë në sytë e gjithë këtyre të cilët kishin ardhur për të darkuar dhe personazhe të njohur të medias shqiptare, që e shoh gjesti e ka pak problem këtë qasjen me personazhe të tjerë. Marrëdhënia e Rozanës edhe Julit, që u përmend që Juli dha informacion nga jashtë te Rozana, është një marrëdhënie e vjetër. Juli ka një njohje me Rozanën goxha të gjatë. Dhe tani të jemi të sinqert, Juli ka qenë kundër gjestit edhe Eglit jashtë shtëpisë së Big Brotherit, gjithmonë ka bërë tifo për Rozanën dhe nuk është e befasueshme që Juli u pozicionua fiks te Rozana dhe mbajti qëndrimin me Rozanën. Ndërsa tek Egli, Egli është një vajzë e dashur, në shumicën e rasteve përgjigjet e Eglit nuk më pëlqyen, sepse duhet ta kupton që nuk ka nevojë të bie pre provokimit dhe më pëlqeu pyetja e Xhemit, e cila në një farë mënyre, le të themi, ja gjuajti kunjin Rozanës edhe Laertit që ju keni gënyer publikun sepse njiheni goxha nga jashtë dhe mënyra që ja tha se e ke qef që Laerti ta fiton çmimin sepse ke takuar vetëm 2 herë në kafe. Dhe kjo la për të kuptuar që moderatorët mbrëm kishin hyrë me bindje të qarta, kishin hyrë me qëllime të qarta, por edhe duke neglizhuar. Por në këtë rast Ermira tregoi vlerën e një nënës, tregoi vlerën e një gruas familjare dhe i qëndroi gjestit shumë afër, duke i thënë që unë gjithmonë tha kur shoh Big Brother, dua të citoj në fakt një fjalë të Ermirës, unë gjithmonë kur shoh Big Brother mendoj prindërit tuaj. Si do të ndjen prindërit tuaj, si do të ndjet motra juaj, si do të ndjet babai juaj në këtë rast kur ju haseni me probleme, me dinamizëra, me debate shumë të forta këtu brenda shtëpisë. Do me thënë, Ermira dhe Marini e afruan jashtë mase shumë gjestin, ndërsa Laerti e vëreja këtë gjë, shikoja, më vjen keq për ndjekësit e Laertit edhe ndoshta edhe familjarët mund ta shohin këtë video, por duhet ta pranojmë realitetin, unë gjithmonë e kam folë të vërtetën. Laerti mendoi që i erdhën krah që mund ta godiste pafund gjestin edhe për ta nxjerrur sa më poshtë, duke i thënë gjithmonë që ti nuk din, ti je i pa shkollë, ti je njëri i padalur e gjëra të këtilla. Do të thënë që një personazh me shkollë apo një lektyrë, në këtë rast që është Laerti, në gjuhën e tij, në formimin e tij nuk duhet të ketë këto fjalë, dhe kjo është një gjuhë që nuk përdoret nga një personazh i cili është i shkolluar.
Por gjithsesi, do me thënë, mbrëm Marin Mema dhe Ermira Çavusholli kanë luajtur një rol shumë të bukur dhe një rol që në fakt i bën shqiptarët që të ndjehen krenar, këtë mund ta them me gjithë zemër. Ne do takohemi sërish së bashku, vazhdojeni të na ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV dhe jepni mendimin tuaj për komentimin që sapo unë bëra.